Përshëndetje, në këtë video do ju tregoj se si të zgjidhim një ekuacion eksponencial. Jepet ekuacioni 5 në fuqi të x minus 2 barabartë me 125. Për të zgjidhur një ekuacion eksponencial, mund të bëjmë këtë mënyrë. E shkruajmë 5 në fuqi të x minus 2 baraz me 125 shkruhet si 5 në kub, 5 në të tretë. Duke qenë që kemi dy bazat njëjta, 5 në fuqi 5 këtu dhe 5 këtu, barazojmë eksponentët. Kemi x minus 2 i barabartë me 3. E zgjidhim ekuacionin. Ky është një ekuacion linear me një ndrysore për ekuacionin fuqisë parë. Zgjidhim për x. X i baraz me 3 plus 2, x i baraz me 5. Dhe 5 është përgjigja